Procesi zgjedhor në Kosovë ka hyrë në një fazë të rëndësishme ku 7 maj shënon afatin përfundimtar për partitë politike që të konfirmojnë pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se ky detyrim ligjor i përket 53 subjekteve politike të regjistruara, të cilët duhet gjithashtu të njoftojnë nëse do të karojnë si pjesë e ndonjë koalicioni parazgjedhor. Ky rregull nuk përfshin nismat qytetare apo kandidatët e pavarur të cilët ndjekin procedura të tjera aplikimi, ndërkohë kalendari zgjedhor parashikon edhe një sër hapash të tjerë të rëndësishëm që lidhen me përgatitjen e procesit. Me 5 maj ka nisur aplikimi për akreditimin e vëzhguesve dhe mediave, ndërsa nga 6 maj fillon regjistrimi i votuesve jashtë vendit. Gjatë një periudhe 12 ditore, shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë do të kenë mundësi të aplikojnë për të votuar, duke zgjedhur mes votimit me post apo me përfaqësi diplomatike. Para nisjes së këtij procesi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të miratojë listën e qendrave të votimit në ambasada dhe konsullata për të lehtësuar pjesëmarrjen e diasporës në zgjedhje. Po ashtu, në 6 maj hapet edhe platforma elektronike që u mundson qytetarëve të ndryshojnë qendrat e votimit brenda komunës së tyre, si dhe të kundërshtojnë pasaktësitë në listën zgjedhore. Kosova do të zhvillojë zgjedhjet parlamentare me 7 qershor, pasi institucionet nuk arritën të zgjedhin presidentin e ri brenda fateve kushtetuese, duke çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja në rikonfigurim të mundshëm të skenës politike.